kur kam pas diplomuar dhe jam kthy në vitin 2002, pastaj jemi ngjit në fushën e thirrjes së davetit, në ligjërata të tjera, aktivitete. Mirë po, ka qenë e njohshme edhe rrjetet sociale të kohës. Në atë kohë, pra, ishin disa forume që qarkullonin me emaila, në fakt, bëshin bisedimet. Dhe vinin shkrime nga një personazh nga një emër që unë mendoj atë botë që ai po të 50-at do t'i ketë Mirësi Maliqi. Edhe pak interesante se i vjetër për këtë emër, Mirësim, por unë ta ketë. Dikush, ne kishim atë kohë presidentin me emrin Fatmer. Nuk ishte gjë interesante, por që po mdel ai Mirësimi nxënësi i shkollës mesme, e unë po mësoj prej tij, prej shkrimeve të tij, prej qasjes që kishte shumë interesante, nuk e dija këtë. Më të paktën kam pritë që do të bësh hoqë. Pse u bëre hoqë? Po besoj ndoshta presioni i madh i pasionit. Pastaj ndoshta ajo hershmëria e qasjes që ta krijon një uri, cilën uri ndoshta sado që mundohesh me shurë nëpërmjet asaj që të ofrohet në rrethin tanë, megjithatë e keni imagjinata dhe spekulon për mendave të vetës që duhet me te kalu kufinin, me dal pak prej kutisë, edhe rrëdhëmisht me shku me një botë pak ma të gjerë. Besoj që gjuha e Kuranit edhe do të thotë bota ku historikisht është zhvillu, do të thonë disiplinat islame, ta ofron më shumë fantazinë që ki mu përmbush me lejnë Allah subhanallahu teala. Besoj ajo ka qenë më shumë.